Kur gjyshja vazhdonte të binte nga karriga me rrota, familja u shqetësua. Djali i saj, Mikel, nuk mund ta kuptonte se si vazhdonte të ndodhte pavarësisht të gjitha masave paraprake. Për të siguruar sigurinë e saj, ai instaloi kamera rreth shtëpisë, duke shpresuar të gjente një shpjegim. Megjithatë, ajo që zbuloi incizimi ishte shumë më shokuese se ç'kishte imagjinuar ndonjëherë. Mikael shikoi regjistrimet me zemrën që i rrinte fort, ndërsa një e vërtetë shqetësueshme filloi të zbulohej. Me duar të dridhura, ai mori telefonin dhe bëri atë që i kishte sugjeruar gruaja e tij. Pas gjithçkaje, ai thirri policinë. Ndërsa shpjegonte se çfarë kishte ndodhur, një lot i rrjedh nga fytyra. Ai shpresonte se nuk ishte vonë akoma, po çfarë i kishte gjetur Mikel? Ku ishte nëna e tij? Dhe çfarë kishte parë në incizimet e sigurisë që e kishte tronditur aq shumë? Para se të fillojmë, shtypni butonin e pëlqimit dhe sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende, prekni zilën e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Fillimisht nuk dukej si diçka serioze. Gjyshja Keti po plakej vetëm dhe bëi gjithnjë më e vështirë për të lëvizte vetë. Fillimisht ajo kishte marrë një bastun ecje për të ndihmuar në shtëpi dhe përdorte një ecësje kur dilte jashtë. Kjo dukej se funksiononte për një kohë, por nuk kaloi shumë para se ajo të kalonte në një karrige me rrota. Kethi pretendonte se nuk ishte prekur, por Mikael e dinte se ishte një çështje e madhe për të. Po e bën mirë mami, i siguroi ai shpesh duke ndihmuar sa më shumë që mundte. Ose ai, ose Loreta kalonin çdo ditë në shtëpi, shpesh duke sjellë vakt ose ushqime. Ata madje paguan për inovime të vogla për të bërë shtëpinë të arritshme për karriken me rrota dhe instaluan një ngritës shkallësh. Gjithçka dukej se po shkonte mirë dhe askush nuk priste që gjërat të rrëzoheshin kaq shpejt. Një ditë Loreta u kthye në shtëpi dhe u drejtua menjëherë Mikelit. "Dashuri, nëna jote? Unë nuk..." belbëzoi ajo. Zëri i saj ishte i dridhur. Shqetësimi i Mikelit u rrit menjëherë. "Çfarë është? Tash mirë?" donte të dinte ai. Loreta me fytyrë të zbetë e uli atë dhe shpjegoi se sapo kishte shkuar të sillte supë për Ketin. Kur Kethi hapi derën, Loreta u trondit kur pa fytyrën e saj të mbuluar me njolla të zeza. Loreta e tronditur pyeti se çfarë kishte ndodhur, por Ket vetëm e anashkaloi dhe tha se kishte rënë nga karrikja me rrota. Pavarësisht njollave, ajo duke ndryshe mirë. Edhe pse pak e turpëruar nga gjithë situata, ajo siguroi nusen e saj se nuk duhet të shqetësohej dhe se nuk do të ndodhte përsëri. Ishte vetëm një pakujdessi, kaq, insistoi ajo. Mikael ndjej keq për incidentin dhe menjëherë punsoi një kujdestare për të ndihmuar nënën e tij me veshjen, larjen, rrobat dhe detyrat e tjera. Edhe pse Keti fillimisht insistoi se po menaxhonte mirë vetë, ajo më në fund pranoi ndihmë pas një bisede serioze me Mikelin. Megjithatë, askush nuk parashikoi fatkesinë që pasoi dhe ajo erdhi jashtëzakonisht e papritur, të paktën për t'u thënë. Është e rëndësishme të theksohet se Mikael dhe Loreta ishin takuar me kujdestare Nicole para se ta punsonin zyrtarisht dhe menduan se ajo ishte perfekte për punën. Nicole duke i sinqertë, e zellshme dhe me përvojë, duke u dhënë atyre besim se gjyshja Ket do të ishte në duar të mira. Mikael kontrollonte rregullisht me të nënën e tij, e cila i siguroi se i pëlqente Nicole dhe vlerësonte ndihmën. Por herën tjetër që e pa, ai u trondit jashtëzakonisht. Një ditë Mikael kaloi në shtëpinë e nënës së tij për të pirë një filxhan çaj me të, pasi ishte tashmë në lagje dhe nuk mund ta besonte syt. Kur ajo hapi derën, "O mami, a je mirë? Si ndodhi kjo?" e pyeti ai ndërsa e përqafonte butësisht Kethin dhe hyri në shtëpi. Ajo vetëm shërëtiu dhe shmangu syt. Ajo ishte plot me njolla të zeza përsëri. Mikael e drejtoi butësisht nënën e tij në dhomën e ndenjës dhe insistoi që ajo të pushonte në divan, duke shprehur shqetësimin e tij. "Mami, le të ulemi, duhet të pushosh," tha ai butësisht. Ai shikoi me kujdes nën ndërsa ajo ul në divan. Forma e saj e brish duke dhe më delikate. Kethi ofroi një buzëqeshje të dobët duke përpjekur të lëntësonte humorin, por shqetësimi i Mikelit ishte i dukshëm. Ai nuk mund të ishte nga mendja ndjenjës se diçka nuk shkonte seriozisht. Kethi siguroi se ishte vetëm e pakujdesshme, por Mikael e ndihej i paqet brenda. "Nuk është asgjë, Mikael," tha ajo duke qeshur lehtë. Ai pohoi me kokë, por nuk mund të fshinte shqetësimin në fytyrë. "Nuk dua që të vazhdosh të lëndohesh veten, mami. Dua të zgjidhim këtë," u përgjigj ai.
Edhe pse Kethi u përpoq të anashkalonte çështjen, ishte e qartë se shqetësimi i Mikaelit vazhdonte. Të nesërmen në mëngjes, Mikaeli dhe Loreta diskutuan për atë që ai kishte parë dhe ranë dakord se ishte koha të zbulonin fundin e gjërave. Gjatë mëngjesit Mikael rrëfeu incidentin. Diçka nuk po shtohet, Loreta, tha ai. Loreta dëgjoi me vëmendje, me rrudha në ball duke u thelluar nga shqetësimi. Nuk mund ta injorojmë këtë, Mikael. Le të zbulojmë se çfarë po ndodh vërtet. U nxiti ajo. Të dy e dini se duhet të vepronin shpejt. Loreta vendosi të merrte një javë pushim nga puna për të mbikëqyrur personalisht gjërat në shtëpinë e Ket. Mikael era dakord duke vlerësuar gatishmërinë e saj për të ndihmuar. Ajo planifikoi të observonte ndërveprimet e Nicole me gjyshen, ndërsa mbante një sy të fshehtë në shtëpi. Me një plan në vend, Loreta u përgatit për qëndrimin e saj në shtëpinë e Ket, e vendosur të zbulonte të vërtetën. Duke pretenduar se ishte një vizitë e rregullt, Loreta u zhvendos dhe mori shënime diskretisht. Ajo solli disa çanta duke e bërë të duke sikur po kalonte kohë me Ketin. Keti duke i kënaqur dhe nuk pyeti për qëndrimin e zgjatur. Loreta qëndronte pranë sa herë që Nicole ishte rreth e rrotull, gjithmonë e vëmendshme. Ajo u befasua nga sa profesionale dhe këndshme duke Nicole. Pavarësisht kësaj, Loreta mbeti vigjilente. Një pasdite ndërsa nxirrte mbeturinat, Loreta vuri re Nicole duke folur në telefon me tone të ulta. Ajo nuk i kishte ndërmend të dëgjonte fshehurazi, por ndryshimi në zërin e Nicole i tërhoqi vëmendjen. Duke qëndruar pas garazhit, Loreta u përpoq të dëgjonte. Ajo kapi copza si, nuk mund ta bëjmë tani, dhe ajo është gjithmonë rreth e rrotull. Natyra enigmatike e telefonatës e alarmoi. Jo akoma, ajo është gjithmonë rreth e rrotull. Duhet të presim momentin e duhur, tha Nicole para se të mbyllte telefonatën papritur. Zemra e Loretës rrinte fort. Atë mbrëmje Loreta i tregoi gjithçka Mikaelit. Diçka definitivisht e dyshimt. Duhet të flasim me Nicole, tha ajo qartë e shqetësuar. Mikael pohoi me kokë. Do ta pyesim për telefonatën. Ndoshta ka një shpjegim. Tërnesërmen ata konfrontuan Nicole, ajo duke i befasuar nga toni i tyre serioz. Loreta shpjegoi se çfarë kishte dëgjuar. Reagimi Nicole nuk ishte ai që prisnin. Ajo duke lënduar dhe mbrojtëse. Nuk kuptoj pse mendoni gjëra të tilla për mua, tha ajo. Kam qenë vetëm besnike ndaj zonjës Ket. Nicole insistoi se telefonata ishte personale dhe nuk kishte të bënte me Ket. Mikael dhe Loreta shkëmbyen shikime të pasigurta. Emocionet e Nicole dukeshin reale, por dyshimi vazhdonte. Loreta ndjej e konfliktuar. A mund të kishte keq kuptuar? Edhe pse Nicole mbante pafajësinë e saj, Mikael ndjej i detyruar të mbante kamera duke regjistruar. Të vazhdoj me kamerat vetëm për të qenë në anën e sigurt, tha ai Loretës pas largimit të Nicole. Ata janë dakord të jepnin Nicolës një shans tjetër, por me vigjilencë të shtuar. Gjatë ditëve të ardhshme, Mikael dhe Loreta monitoruan inqizimet në turne. Një mbrëmje ndërsa shqyrtonin regjistrimet, Mikael vuri re diçka të pazakontë. Nicole hyri në dhomën e Ket me nxitëm, asgjë si rutina e saj e qetë e zakonshme. Loret, eja këtu, thiri ai. Lëvizjet e Nicole ishin të shpejta, pothuajse frenetike. Ajo mbante një shishe të vogël dhe duke se po administronte diçka. Çfarë ka në atë shishe? Pyeti Loreta alarmuar. Mikael nuk e dinte, por diçka në lidhje me të ndjej gabuar. Nicole la dhomën shpejt më pas duke lënë Ketin vetëm. Mikael luajti përsëri inqizimin disa herë. Kjo ishte prova e tyre e parë konkrete. Ata kontaktuan autoritetet menjëherë. Nuk mund ta lëm këtë, tha Mikael duke telefonuar policin. Loreta përgatiti inqizimin dhe detajet e nevojshme. Autoritetet premtuan të jetojnë shpejt. Detektivi Harris u caktua në rast. Ai shqyrtoi inqizimin dhe mblodhi deklarata. Do t'ju mbajnë të informuar, tha ai. Mikael ndjej i lehtësuar dhe në ankth njëkohësisht. Loreta ndante të njëjtën pritshmëri të paqetë. Për të shmangur alarmin e Nicole, policia kryei një kontroll diskret të mirëqenies. Detektivi Harris vizitoi Ketin dhe Nicole duke pasur kujdes të mos ngjall dyshime. Jemi vetëm këtu për të parë si po kaloni, tha ai me lehtësi. Keti ishte kënaqur pavajtëdijshëm për arsyen e vërtetë të vizitës së tyre. Mikael dhe Loreta qëndruan larg syve duke shpresuar se hetimi do të zbulonte atë që ata nuk mundin. Detektivi Harris i këshilloi të vepronin normalisht. Mos lejoni të kuptohet se keni kontaktuar ne, pra e lajmëroi ai. Ata rënë dakord duke ditur sa e brisht ishte situata.
Të nesërmen detektivi Harris vendosi një oficer të fshetja shtëpi së Keith. Ai vazhdoi rutinën e tij normale duke pasur kujdes të mos ngjallë dyshime. Pastaj një mbrëmje ata vure diçka të shqetësueshme. "Prit, kthej mbrapa", tha Mikel. Loreta ju binte, ata shikuan ndërsa Nicole shfaqej dukshëm e trazuar. Tensioni mes tyre u rrit. "Diçka po ndodh", përshpëriti Loreta duke ndjerë një pikë kthese. Ndërsa shqyrtonin inqizimin me Harris, ata pa Nicole duke trajtuar ashpër Keith. "Shiko si po e trajton", shpërtheu Mikel. Harris pohoi me kokë gravisht. "Kjo ishte prova që u nevojitej." Nicole u kap në kamer duke treguar qartë neglizhencë dhe agresion. Më vonë ata pa Nicole duke ikur me të madhe pas se Kethi ra nga karrikja me rrota duke e lënë në dysheme. "Është pa zemër", mërmëriti Loreta. "Kjo mbaron tani", tha ai. Harris ra dakord dhe veproi shpejt. Nicole urdhërua të paraqitej për pyetje. Mikel ndjej pak i letësuar. Loreta qëndroi me Keith duke ngushëlluar dhe duke u siguruar që ajo të ndjej sigurt. Policia mbërriti shpejt pas saj. Detektivi Harris bëri personalisht arrestimin. "Nicole James, je në arrest", tha ai. Nicole duke tronditur dhe zbet ndërsa u çua larg. Gjatë marrjes në pyetje, Nicole u përpoq të mohonte gjithçka. "Nuk kam bërë asgjë të gabuar", tha ajo. Harris vendosi inqizimin para saj. "Shpjego këtë", tha ai. Nicole u dridh. "Kjo nuk është siç duket", belbëzoi ajo. Qetësia në Nicole u shemb. Kjo nuk është reale", murmëriti ajo me zërin që i thyej. Harris u përkul. "Kemi mjaft për të provuar të kundërtën, na trego të vërtetën." "Nuk kam dashur ta lëndoj, vetëm doja ta friksoja", u rrëfya ajo. "Pse?" pyeti Harris. Nicole hezitoi, pastaj pranoi. "Mendova se po fshet diçka të vlefshme." Ajo zbuloi se kishte dëgjuar Keith duke folur për investime të vjetra dhe besonte se kishte para të fshehura diku në shtëpi. "Mendova se nëse e shtypja do të më tregonte ku ishte", shpjegoi ajo. Nicole përshkroi se ai si kishte kërkuar shtëpinë, e bindur se kishte para të fshehura. E frustruar, ajo pranoi se kishte përdorur frikën për të përpjekur të bënte Keithin të fliste. Harris nuk u ndikua. Pra, e friksove një grua të moshuar për diçka që nuk ekzistonte. Nicole pohoi me kokë dobët duke realizuar dëmin që kishte shkaktuar. Mikel dhe Loreta mbetën të tronditur për të kënaqur që Makthi ishte më në fund. "Është e vështirë ta pranojmë, por të paktën tani e dim të vërtetën", tha Loreta duke u përpjekur të gjejë ngushëllim në zgjidhje. Mikel pohoi me kokë. Mendja e tij ende ishte duke u rrotulluar nga ngjarjet e fundit. "Bëm atë që duhej", u përgjigj ai. Të dy e dinin se ishte koha të fokusoheshin në shërim dhe të siguronin që Keith të mbetej e sigurt me njerëzit që vërtet kujdeseshin për të. Duke siguruar Keithin një herë tjetër, ata morën masa shtesë. Mikel dhe Loreta përmirësuan sistemin e sigurisë së shtëpisë dhe rregulluan që një fshinj i besuar të kontrollonte rregullisht. "Nuk do të marrim më rreziqe", deklaroi Mikel me vendosmëri. Kethi dhe pse tronditur vlerësoi vigjilencën e tyre. "Faleminderit që më keni mbikëqyrur", tha ajo butësisht. Ata u siguruan që të gjitha masat e reja ishin në vend duke u dhënë atyre paqe mendore. Qëllimi i tyre kryesor ishte të mbronin Keith nga çdo dëmtim i arshëm. Keith ndjej më sigurt me familjen pra saj, e kënaqur për mbështetjen e tyre të palëkundur. Mikel dhe Loreta vizitonin çdo ditë duke sjell fakte dhe duke kaluar kohë cilësore së bashku. "Nuk je kurrë vetëm, mami", Mikel e siguroi. Sytë e gjelbër të Keith shkëlqenin me mirënjohje. Duke ndjer ngrohtësinë e dashurisë së tyre, ata qeshën dhe ndan histori, duke rindërtuar ngadalë ndjenjën e sigurisë dhe normalitetit. Edhe pse Makthi kishte qenë traumatik, kishte sjellë gjithashtu më pranë duke forcuar lidhjen e familjes.